Sot do paraqesim ajetet në surën Al-Hijr. Ajeti 80, 81, 82, 83 dhe 84. Pra në surën Al-Hijr, Allahu Dhu Gjelal në 5 ajete flet për popullin Thamud, për popullin e Salihut alayhi salam. Sikurse e dini, ne vazhdimisht mundohemi të paraqesim ajetet kuranore, të bëjmë një zbërthim të tyre dhe nga krejt Kurani të marrim ajetet kuranore që flasin për rrëfimin e një pejgamberi për pejgamberëve e Zotit dhe momentet e ballafaqimit dhe pasaj të nxjerrim detaje tjera që nxjerren nga argumente tjera fetare, siç janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shërimet e dietarëve për të ndërtuar një pasqyrë të plot të asaj që ka ndodhur, por të mbështetur vetëm në argumente të sakta, ajete kuranore dhe hadithet e vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të zhveshura nga të gjitha llojet e israiliateve, apo ajo që e quajmë ne rrëfimet biblike, që rrëfimet kuranore të jenë të pastërta për atyre elementeve që nuk u dihet vërtetësia dhe saktësia e tyre. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Hijr, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad kadhaba ashabul hijril mursalin. Banorët e Hijrit, Al-Hijr është emri i vendbanimit të popullit Thamud. Dhe andaj këtu nuk përmendet as Salihu alayhi salam e as populli Thamud, por përmendet emri i vendit, Al-Hijr. Wa laqad kadhaba ashabul hijri al-mursalin. Me të vërtet, populli banorët e vendit Al-Hijr përgënjeshtruan pejgamberët. Në nënvizën e pejgamberët sepse ka një domethënie shtesë. Wa atejnahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Ne u sollëm atyre argumentet tona. Allahu i madhreshëm nëpërmes Salihut alayhi salam ja solli popullit Thamud argumentet e Zotit që t'i besojnë atij se është pejgamber i Zotit. Pasi që është njeri sikur se këtë njerëzit tjerë, pretendimi se është pejgamber lyp argument. Allahu i madhreshëm të gjithë pejgamberëve u ka dhënë argument me të cilin ata e pohojnë pejgamberinë e tyre dhe e argumentojnë atë para popullit të vet. Wa atejnahum ayatina, atyre u dham argumentet tona, fakanu anha mu'ridin, ata shifna, ata ja kthenin shpinën atyre, nuk i përfillnin. Edhe jo i refuzonin, jo i kundërshtonin, po nuk i përfillnin. Edhe këtu është me rëndësi me aboni në nënvizim, sepse nuk janë fjalë të zakonshme për kontekstin, por janë me mesazhe të nduarta që thuhet në të lloj-llojshme. Wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin, ata gëdhendinin shtëpiat e tyre në ato shkëmbi të mëdha për qenë të sigurt aty. Fa akhadhathum as-sayhatu musbihin, mirë po, megjithse ata i bënë shtëpiat nga guri për qenë të sigurt aty, Allahu Dhu Gjelal thot, e ne i morëm ata me një britmë në mëngjesin e hershëm. Fema aghna anhum ma kanu yaksibun, e atyre nuk u bëri dobi asgjë për asaj që ata kishin fitu. Allahu akbar. Pasha Allahun, veç me lezu këta ajete, edhe munal njeri me menu vet, i mjaftojnë, s'ka nevojë me fol më shumë. I mjaftojnë për me ta trondit edhe mendjen, edhe zemrën, edhe me ta mbush atë me iman, edhe normalisht me vetëdisu se këtë bësh me Rabbul Aleminin.
të cilit nuk mundesh me ik, çfarë do lloj fuqie që ke arrit me pas këtë botë, nuk mundesh me ik ndeshkimit të tij, se ndeshkon Allahu Dhu Xhelal pa ta prish shpijen hiç. Ti ke bosh shpijen këtë gur që më umbrojt pe katapultit, për shembull, më umbrojt pe raketës. Amaj nuk qënë as katapult, as raket, ta qënë një brit, zonë, që depërton zoni, ka mos. Edhe, e arin qëllimi Rabbul Alemini. Andaj prej gabimeve më të mëdha që i bëjnë njerëzit sot, është që mendojnë se nëse ata forcohen ushtarakisht, ekonomikisht, shkencëtarisht, se ata mund të mbrohen nga ndeshkimi i Allahut, nga hidhrimi i tij. Edhe kjo është gënjeshtra më e madhe që ja bën njeriu vetvetes. Sado që sofistikohet armatimi i njerëzimit, sado që shkon përpara fuqia shkencore e njerëzimit, sado që kanë fuqi të madhe ekonomike, Allahu i madhreshëm është edhe më i madh se ata, edhe më i fuqishëm se ata, dhe vasjell dënimin në atë formë që ata nuk e presin. E kjo është prej, do të thot, prej mashtrimeve që va bën Zoti zullëmqarëve. Edhe kjo shumë është më rëndësi me e kuptue, për me qenë edhe hatë, sot në botë kemi forcat mëdhaja ushtarake. Kanë lloj-lloj armatimi, kanë me qindra mijë ushtar, miliona ushtar. Kanë bombë atomike për shkatrim masiv. Dhe shpesh edhe ne muslimanët themi jo se me ata s'mundesh me luftu. Edhe kjo është prej gabimeve më të mëdha që i mendojnë muslimanët sot. Se forca e tyre është e pamposhtër. Dhe se muslimanët, nëse nuk arrin forcë të ngjashëm ushtarake, nuk mundën me u ballafaqu me armiqtë e tyre. Kjo është e saktë. Se Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht e ka dëshmuar se shpesh herë popujve tiran, zullumqar, agresor, u jep mundësinë e sforcimit e epërsis ushtarake, e ngritjes lart e malart në zullumin e tyre, derisa të mendojnë ata se s'ka kush i imposht, s'ka kush i shkatron, s'ka kush i rëzon. E u vjen Allahu Dhu Xhelal me ushtrit e tia që nuk i din as kush veç ti, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu, se as kush përveç ati nuk i din ushtart e tij ose ushtrit e tia, edhe i vjen shkatrimi atyre ka nuk e presin. Edhe këtë besim na du ta kemi vazhdimisht me ne. Dikush ka mundësi me thonë hoq, po i bona 50 vjet se pash. Dikush thot i bona 70 vjet se pash. Nuk është kush ta shohim unë edhe ti. Po e kemi pa në historinë e njerëzimit të kaluar. Me shumë raste dhe shembuj. Edhe nëse ka ndodhur shumë herë të kaluar, gjëra që neve na i tregon Kur'ani më një anë, dhe na i tregojnë gjurmët arkeologjike të shumë perandorive anë mban botës. Edhe ti çka duhet tash, Allah duhet me të dhënë argumente shtesë me besu dhe me u bind se Allahu është i gjithfuqishëm, dhe në momentin kur e vendos me shkatru një perandori dhe një popull, ka mundësi me bë atë në atë formë që askush nuk e pret, se Allah ki problem me besu një gjatë tilla. Atër do është me rikëthia njerë imanit tanë. Andaj, duke u nisë në këto ajete kuranore, ne do mundohemi të japim një sqarim si pas ulemave të tefsirit që kanë dhonë sqarimin lidhje me këto ajete kuranore. Ajeti i 80 e filloi Allahu Dhu Xhelal rëfimin për popullin Themud, duke thonë وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Banorët e Hijrit me të vërtetë përgënjeshtuan pejgamberët.
Ky ajet erdhi pasi që Allahu subhanahu wa taala foli për 3 popuj tjerë. Dy popuj tjerë. Foli për popullin e Shuaibit alayhis salam dhe foli për popullin e Lutit alayhis salam. Kjo është, domethënë, në këtë surën Hijr, ajetet paraprake. Kadhaba ashabul aykatil mursalin, banorët e Ejkës përgënjështuan pejgamberët, idh qala lahum Shuaibun ala tattaqun, kur i tha Shuaibi atyre, pse nuk baheni të devotshëm. Pastaj, domethënë, foli për popullin e Lutit dhe pastaj erdhi edhe e solli rrëfimin e popullit Semut. Ulemat thënë, çka është lidhshmëria mes këtyre 3 rrëfimeve? Thënë ulemat, këta 3 popuj do thotë e kanë pas dënimin e njëjtë, britmën, dridhjen dhe vetimin. Andaj i ka përmend Allahu subhanahu wa taala në një kontekst për shkak se ndëshkimi i tyre ka qenë i ngjashëm. Kjo është lidhshmëria e këtyre ajeteve me ajetet paraprake. Kurse sa i përket ajetit walaqad kadhaba ashabul hijri al-mursalin, banorët e Hijrit përgënjështruan pejgamberët, thënë ulemat, përgënjështrimi i një pejgamberit është sikur përgënjështrimi i këtij pejgamberëve. Andaj në këtë ajet Allahu tha, me të vërtet banorët e Hijrit përgënjështruan pejgamberët. A kishte qëllimin Salihun? Qëllimi ishte se banorët e Hijrit përgënjështruan Salihun. Sa ai ishte pejgamberi i tyre në atë kohë, kishte pejgamber tjetër. Ama shifni tani madhështinë e Islamit. Edhe nga kjo ne duhet të ndihemi shumë krenar para gjithë popujve tjerë edhe feve tjera. Pse? Se nëse je hebrej e refuzon edhe Isën alayhis salam edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse je krishter e refuzon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A nëse je musliman e pranon edhe Musën alayhis salam edhe Isën alayhis salam. Bile na kemi tekst kuranor ku Allahu dhujera thot qartazi la nufarriku bejna ahadin min rusulih. Ne nuk bëjmë dallime mes asnjërit prej pejgamberëve. Mes asnjërit. Na krejt pejgamberët e Allahut i besojmë njëjtë. Bile me mohu një pejgamber ti s'ki besim. S'ki besim. Kush do qoftë pejgamber? Isa alayhis salam qoftë, Musa alayhis salam qoftë, Nuhi alayhis salam qoftë, Ibrahim alayhis salam qoftë, do thot Shuaibi alayhis salam, Salihu, kush do qoftë. Pe pejgamberëve të Zotit, nëse e mohon ti nuk je besimtar. Andaj duke fol Allahu dhu xhelal për një rrëfim që ka të bënë me një pejgamber, e sjell një konstatim. Dhe me cilin konstatim secili musliman sot duhet me një veten krenar. Andaj nuk mundet me ardh askush me i fol ati kundër Islamit, sepse ki ka fuqin me thonë ati, duhet me pas krenarin edhe fuqin argumentuese me thonë ati, ka dalve njëri. Ti kënë e beson si pejgamber Zotit Isa alayhis salam. A beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Jo. A përshef se unë jam para teje. Se unë e besoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si vull pejgamberve, po edhe besoj edhe Isa alayhis salam si pejgamber Zotit. Edhe ma automatizëm të jenë avantazh, jenë përparësi, edhe jenë në e përsi. Dhe për këtë shkak, sa ma mirë që e njohim Islamin, edhe sa ma krenar jemi na me Islamin, aq ma të guximshëm jemi në debat me tjerët dhe aq ma shumë do kemi mundësi që të bëhemi shkak për udhëzimin e tjerëve në Islam. Edhe andaj unë e mendoj se brenga jonë dhe gara jonë të që jemi në xhami, duhet me qenë kush prej neve është bo shkak që sa ma shumë njerëzi më udhëzu në Islam, me fillu me praktiku Islamin, edhe sa ma shumë jo musliman e kanë pranu Islamin. Kjo të më nga gara jonë dhe brenga jonë.
Mirë po fatkeqësisht, neve as nuk na shkon ndërmend që ta luajmë rolin e shpëtimtarit për ata që i njohim rreth e përqartënesh që i kemi. Edhe hezitojmë m'ia thon dikujt një fjalë të mirë, duke menduar se ajo fjalë jonë që ja themi na pikpyetje, a do ketë efekt, pikpyetje se si do pranohet. Po s'është kjo puna jonë. A do ketë efekt, a do ketë ndikim, a do pranohet, a do refuzohet, që s'është puna jonë. Puna jonë është na me ja ofru atij Islamin. Edhe për me pas guximin na me ja ofru tjerëve Islamin, duhet me pas dy komponente. E para, bindjen e pa diskutueshme se Islami është fe e vërtetë. Edhe këtë duhet me pas patjetër se përndryshe s'mund shme konë musliman. Edhe e dyta, dashnin dhe njerëzimit. Dashnin e sinqert dhe njerëzve. Dhe kur i do njerëzit, atër ti va ki gajle atynve. E kur a ki gajle atynve, ti ki qef krejt ti shpëtësh. Nuk ki dëshirë ngelet askush për njerëzve që ti i njef, ki allësh verish me ta, ki komunikim me ta, ki marrëdhënie pune, marrëdhënie biznesi, marrëdhënie këshillu, ku çfarë do lloj marrëdhënie. Nuk i dëshirë që ai fundi i tij me qenë qëndrimi i përhershëm në zjarmin e xhenemit, Allahu na ruaj. E kush i ka këto dy komponente, besimin e pa diskutueshëm mbi të vërtetën e Islamit dhe dashninë e sinqertë për njerëzimin, atë nuk e zë veni vend. Kur e di se dikush për shembull nuk është besimtar i devotshëm, praktikant i fesë, apo dikush nuk është hiç musliman, nuk e zë veni vend. Se ja ka gajla atij. Edhe mundohet vazhdimisht me i shfrytzu të gjitha situatat që më ofru Islamin edhe me e shpëtu atë nga qëndrimi i përhershëm në xhenem, Allahu na ruaj. Andaj në këtë ajet nuk u përmend emri i popullit Themud, as emri i pejgamberit të tyre Salihut, por banorët e Hijrit, që ishte populli Themud, dhe kishin pejgamberin e tyre Salihun, po ata e përgënjeshtruan atë dhe me përgënjeshtrimin e tij i bie se ata përgënjeshtruan gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Në surën Shuara, Allahu dhu xhelal e përmend qartazi njëjtë këtë fakt, po duke përmend popullin e Themudit, thot kedhebet Themudul mursalin, populli Themud përgënjeshtoi pejgamberët, idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattakun, kur biri i tyre, vllau i tyre Salihu i tha, pse nuk bëhani të devotshëm. Njëjtë në surën Al-Qamar e përmend Allahu subhanahu wa taala të njëjtën situatë, kedhebet Themudu bin Nudhur, përgënjeshtruan populli Themud ata që ishin lajmëtar, që sollën vërejtje ndaj njerëzimit, ishin pejgamberët e Allahut. Faqalu abasharun minna wahidan nattabi'u, ata ndjekim një njeri si na, nga mesi jon, inna idhan lafi dalalin wa su'ur, atëherë na do jemi në një lajthitje edhe në vepër të keqe. E ulqiya dhikru alayhi min baynina, e kush e zgjodhi atë mes nesh që të jetë pejgamberi i Zotit, bel huwa kadhabun ashir, por ai është gënjeshtar, do të thotë i poshtër. Edhe ky ajet në surën Qamar tregon domosdoshmë se përgënjeshtrimi i një pejgamberit do të thotë përgënjeshtrimi i gjithë pejgamberëve. Në Sahihun e Imam Buhariut rahimahullahu taala tregohet një ndodhi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë vend, me këtë lokacion. Se çka ka ndodhur, na rëfen Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, se një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kalu nga ky vendi El Hijr, tha: la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum, mos hyni në vendbanimet e atyre popujve që i kanë bërë zullum vetvetes, illa an takunu bakin, përveç se nëse hyni duke qajt, an yusibakum ma asabahum,
sepse ka mundësi me ju godit edhe juve ajo që i ka godit ata. Do më thonë dënimi Allahut. Kështu që ulemat nga ky hadith kanë treguar se muslimanët nëse shkojnë me i vizitu këto vende që sot janë vende arkeologjike edhe vende turistike, nuk ban me shku me niyet të turizmit atje. Po nëse shkon me niyet të marrjes mësim i vërtetit. Se ishin të fuqishëm, kishin zhvillim, mirë po kundërshtuan fenë e Zotit, kundërshtuan pejgamberin e Zotit, kundërshtuan argumentet që ja kishte dhënë Zoti pejgamberit e tij, edhe Allahu i dëshkoi ata, e mbetën shtëpiat e tyre si shenjë e jetesës së tyre në atë vend, ama s'ka më njerëz aty, sepse Allahu i dënoi ata. Edhe ajo që ka ndodhur në atë kohë, ka mundësi me ndodhë në çdo kohë. Pastaj ajeti i dytë, thot Allahu dhu xhelal, wa atejnahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Do të Allahu dhu xhelal, si e përmendëm pak më herët, çdo pejgamberit i jep fakte dhe argumente. Nuk ka pejgamber i cili ka dalë para popullit të tij e s'kishte argumente shtesë, me të cilat argumentonte pejgamberinë e tij dhe vërtetësinë e misionit të tij. Edhe tham tu argumente, do më thonë shumë argumente. Megjithëse Salihu alayhi salam e kishte argumentin kryesor deven, e cila u kriju në formë të mrekullueshme. Boni dua Salihu alayhi salam, edhe prej shkëmbit, prej gurit doli, do më thonë, edhe u bë devja. Ishte gjë e pazakont. Atëherë edhe sot me ndodhë është e pazakont. Asnjëherë në historinë e njerëzimit nuk ka ndodhur që prej gurit të del një krijesë, të transformohet guri në krijesë. Asnjëherë. Edhe për shkak se s'ka, sipas ligjeve të natyrës që i ka caktuar Allahu dhu xhelal të jetohet jetën në këtë gjithësi, nuk ka mundësi prej gurit me dal një krijesë. Mirë po pse ndodhi kjo në kohën e Salihut alayhis salam? Se ndodhi me ndërhyrjen e Allahut dhu xhelal, me urdhrin e tij, e për Allahun mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Innama kana qawluhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur Allahu don të bëhet ndonjë gjë, mjafton për të të bëhu dhe ajo bëhet. Edhe kështu ndodhi. Mirë po ka pejgamber që Allahu ka dhënë edhe më shumë se një mrekulli, sidomos kur populli i tij ka qenë kundërshtar i ashpër edhe përbuzës i mirësive të Zotit. Dhe kur doli kjo devja nga shkambi, kërkoi nga populli i Salihut, populli i Themud, që t'i japin kujdesin e duhur kësaj deve, për shkak se tretmani i saj është i jashtëzakonshëm. Mirë po ata, i nati i kufrit, kur e pan këtë argument Zotit, i bëni edhe ma kundërshtar të pejgamberit Zotit, thirrjes së tij, po edhe u pengonte me të madhe prania e këtij argumenti Zotit në mesin e tyre. Fakti se Allahu dhu xhelal u jep pejgamberëve argumente është përmendur në shumë ajete kuranore, për shembull edhe në surën Al-A'raf, edhe në surën Ash-Shu'ara, edhe në Isra, edhe në Fussilet, përmendet fakti se Allahu dhu xhelal i ka dhënë pejgamberëve argumente. Thot për shembull në surën Al-A'raf, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, ju ka ardhur juve argumenti nga Zoti juaj, hadhihi naqatullahi lakum aya. Kjo devja e Zotit është argument për ju. Kurse në surën Ash-Shu'ara thot Allahu dhu xhelal, qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Kjo është devja për cilën
duhet të caktojmë një ditë që ajo të pin ujë, e ditë të tjera të ngelen për ju. Në surën Al-Isra, wa atejna Thamuden naqatan mubsiratan fa dhalamu biha, na popullit Thamud i sollëm një deve e cila ishte e dukshme e ata bën zullum me ta. Dhe në surën Fussilet tha wa amma Thamuda, e sa i përket Thamudit fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda, ne i sollëm argumente për udhëzim e ata e zgjodhën verbërin karshi udhëzimit. Edhe ky fakt është shumë më rëndësishëm në nënvizu, edhe sot e kësaj dite me gjithë shumë fakteve dhe argumenteve që ka Islami në debatin e tij me të tjerët, përsëri ka shumë njerëz që e përzgjedhin verbërin para udhëzimit. Ti thu qeli syt, shife dynjan, shife botën, ai thotë jo po i maj syt mshel, se ma mirë po mduket në terë se sa me dalë në dritë. Të kthehemi pjesës së argumenteve, ulemat kanë përmend në tefsirin e këtij ajeti kuranor se pejgamberët kanë pas mrekulli me vete, të cilët kanë vërtetuar pejgamberin e tyre. Dikush ka pas librin e shpallur, dikush ka pas fuqinë e shërimit të njerëzve me sëmundje të rënda, madje edhe ringjalljen e tyre, siç ka ndodhur me Isa alayhis salam. E Salihu e kishte deven, dhe thot e kështu me radhë. Pa çdo pejgamber ka pas argumentet e veta. Thot Imam Shinkitiu rahimullahu ta'ala në tefsirin e tij, në këtë ajet kuranor, Allahu Dhu Xhelal nuk e përmendi se cili ishte argumenti të cilin ja solli Allahu Dhu Xhelal Salihut përballë popullit të tij Thamud. E as mënyrës se si ata e shpërfillën këtë argument. Mirë po, këtë fakt e ka sqaruar në ajete tjera të Kuranit fisnik. Dhe ky argument i Salihut ishte deveja, të cilën Allahu i Madhërisëm e nxori nga shkëmbi, do thot, dhe vazhdoi tregimi me to ashtu siç është përmendur në ajete tjera. Bukai, njëri për ulemave tjerë të tefsirit, thot qëllimi i përgënjeshtrimit të tyre të argumenteve, këtë rast është përgënjeshtrimi i mrekullisë që kishte Salihu alayhis salam, deven e cila doli nga shkëmbi. Dhe shihni tani, pasi që thot kështu, se gjërat e mundshme të gjitha për Zotin janë të lehta, edhe andaj kushdo që e kundërshton një argument, një mrekulli të Zotit, ai i ka përgënjeshtruar të gjitha. Dhe thot këtu ndërlidhet ajeti i parë me ajetin e dytë. Në ajetin e parë çka thamë? Laqad kadhaba ashabul hijri al-mursalin. Banorët e hijrit përgënjeshtruan pejgamberët. Këtu tha wa atejnahum, ja dham atyra argumentet tona shumës. Megjithse argumentin që kishte Salihu ishte deveja. Thënë ulemat, kjo ka ndodhur kështu për shkak se kushdo që e mohon një mrekulli është si me i mohu këtë mrekulli të Zotit. Sepse o e beson fuqinë e jashtëzakonshme që ka Zoti, o nuk e beson. Nëse beson fuqinë e jashtëzakonshme që ka Zoti, atëherë ti duhesh me besu të gjitha mrekullive që i bën. E nëse e mohon njërën, atëherë ti i ke mohu të gjitha. Pra këtu janë sharimet e ulemave të tefsirit për mos me lënë hapësirë të askush prej njerëzve që lexon Kur'anin me pas gjëra të paqarta. Këtu po ndalem për me e dhënë një koment shtesë. E keni ndëgjuar kanë herë disa njerëz, thonë valla e kum lexuar Kur'anin, po kur gjë s'kum kuptu. Hiç interesant s'mu ka duk. Nuk ka shumë kësi njerëzja, ma ka. Na i themi, ti e ke lexu, po se ke kuptu. Pse? Normalisht për shkak se gjua shqipe, në cilën është përkthy Kurani, është shumë ma e dopt me fondin e fjalëve,
se sa gjuha arabe. Gjuha arabe është një gjuhë që ka mbi 12 milion, domethënë font të shkronjave, të fjalëve, me gjuhën shqipe e cila domethënë e ka një font shumë më të vogël. Fjalori i gjuhës sot me shqipe i ka 41.000 fjalë. Dallimi është jashtëzakonisht i madh. Edhe kur lexon gjuhën shqipe, nuk mundesh me e vërejt këtë thellësi stilistik. Edhe andaj preferohet leximi në gjuhën arabe. Po edhe në gjuhën arabe, sidomos sot kur arabët nuk e kanë atë thellësinë e gjuhës arabe si e ka gjuha arabe, edhe ata nuk mund t'i kuptojnë këto detaje, andaj vinë dietarët edhe japin sharimet, edhe me të vërtetë kur lexon Kur'anin me sharimin e dietarëve, atëherë fillon me kuptue mrekullinë e Kur'anit, edhe thellësinë e kuptimeve të Kur'anit. Dhe për këtë shkak dietarët çdo ajeti kuranor i kanë dhënë sharime të jashtëzakonshme, që kur i lexon besimtari çdo herë i shtohet bindja edhe më tepër se ky Kur'an është fjalë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu dhu xhelal wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin, ishte dukuria e zakonshme te populli i Themudit që shtëpiat t'i bënin në gur. Do thot me thi gur edhe brenda shkëmbit gurit me bo shtëpi nuk është lehtë. Edhe sot e kësaj dite është rënd. Në duhet shumë makineri edhe shumë pare për me bo. Kjo të regon shumë gjëra. E para të regon se ata njerëz kanë qenë të zhvilluar në aspektin e teknologjisë së kohës së tyre. E dyta të regon se kanë qenë popull i pasur. E treta të regon se ata njerëz nga pasuria dhe teknologjia që kanë pas edhe mendje madhësi, edhe vetë pëlqim, edhe mburje. Subhanallah. Këto komponente që i përmenim tash për popullin e Themudit që ka jetu para shumë mija viteve, të njëjtat komponente i kanë edhe sot shtetet që i kanë këto elemente, që kanë teknologji zhvillume, që kanë ekonomi zhvillume, që kanë ushtri zhvillume, ata me automatizëm kanë edhe arrogancën, mburjen. E njëjta situatë. Kemi se kanë bërë diçka të jashtëzakonshme, para mendoni, para mia vite janë bërë shtëpia, ato shtëpia alo i kesat. Alo i ke, domethënë në Saudinë Arabike janë, quhen vendi sot quhet Medain. Sa diva kam treguar fotografiat nëse kujtoni, domethënë në fillimin kur kena filluar me fol për Salihun alayhis salam. Hala janë. Do me mia vite kanë rezistuar, kanë vjetuar. Megjithëse sot teknologjia është më e zhvilluar, përsëri, do thotë nuk e kanë fuqinë dhe mbijetesën e asaj që kanë bërë ata, do thotë me qindra shekuj përpara. Që tregon për një zhvillim të jashtëzakonshëm. Nëse ata i gëdhen një shtëpia të tyre, thot wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin, për qenë të sigurt. Ulemat të kjo pjesa për qenë të sigurt kanë dhënë disa sharime, edhe besoj se çdo sharim e ka atë peshën e vet. Imam Ibn Jarir at-Tabariu thot aminin min adhabillah. Ata i kanë bërë shtëpiat prej gurit të forta, mendja e tyre, që t'i mbron nga dënimi i Zotit. Edhe kjo është një konstatim shumë interesant. Çdo kush që mendon, punon, planifikon, t'i del përballë Zotit, ai megjithse e bën këtë punë për me demantu Zotin, me automatizëm ai e pranon ekzistimin e Zotit dhe forcën e tij. Se sikur të mos kishte ekzistuar Zoti për te, s'ishte përgatitur më mbrojt nga dënimi i tij. Pa me gojë thot s'ka, ama me vepra ai e pranon se ka Zot, edhe e din ndërgjegjen e vet se ai është u gabuar, andaj mundohet më mbrojt nga dënimi i Zotit. Për këtë shkak populli Themud i ndërtonte shtëpiat nga guri ose brenda gurit për tregu fuqinë e tyre. Ndërkohë për të pohu, për të konfirmu se Zoti ekziston edhe në momentin që ka me vendos me na dënu na me qenë pozicion
të fuqishëm në rezistencën tonë karshi dënimit të Zotit. Andaj thot Allahu Dhul wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin, dhe ata gdhen në shtëpiat e tyre në kodra të gurit për të qenë të sigurt nga dënimi i Allahut Dhul. Imam Kurtubi rahimahullahu taala thot kështu: aminina min an tasquta alehim aw tukharrab. I kanë bë me qenë sigurt nga shkatrimi i tyre, me pas jetë gjatësi, që mos bjerë shtëpia mbi to. Edhe kjo domethënë është filozofi që edhe sot e kësaj dite ekziston. Njerëzit kur bëjnë shtëpia, mundohen me bë shtëpia të forta. Besoj që tash ju e keni të mirë njohur me rastin e shpeshtimit të tërmeteve. Nëse të kaluarën s'ka pas kushte, do thot, inxhinierike për të bërë një shtëpi, sot ki kushte inxhinierike teknike që duhet mi plusu një objekt për të qenë i pranueshëm si objekt. Edhe këtu po ndalemi për me thonë një porosi që duhet me pas parasysh gjithna, në ndërtimin e ndërtesave të mëdha, kushtet që vendosen nga ekspertët, inxhinierët që merren me ndërtimtari, të gjitha ato janë në favor të banorëve në ato banesa. Edhe sa më shumë që plotësohen ato kushte, më e sigurt është jeta e banorëve në ato banesa. Edhe çdo herë që ne tentojmë të anashkalojmë ndonjë kusht për kushteve teknike, inxhinierike në ato ndërtesa, kur do që ndodh ndonjë incident, ndonjë gjë e padëshirueshme, ne vetë do e psojmë atë lëshim. Për shembull, nëse si plotësojmë kushtet inxhinierike, teknike inxhinierike të stabilitetit të objektit kashë tërmeteve, aq se s'ndodh në tërmet. Me sa e di unë, tërmeti më i madh ka qenë Shkup 63-ën, 6.1 duket ka qenë, se kam harus moti se kum qir, po 6.1 ka qenë, edhe nuk di a ka pas tërmet më të madh se ky në Shkup. Gjithë tërmetat që kanë ndodhur mas edhe që kanë para 2-3 viteve, maksimum ka qenë 5.3, mos gabofsha. Do të s'ka pas asnjë tërmet më do përmi 6, 7, 8 e kështu me radhë. Mirë, po njëherë ndodh tërmeti i madh. Edhe kur ndodh njëherë tërmeti i madh, viktimat që kam i shkaktu, këtë kam në bu pishma pse si kemi respektu kushtet teknike, inxhinierike, ama atër kam e qenë vonë. Edhe shembull më të mirë e kemi Turqinë. Do thot, hile që i kanë bërë në ndërtimin e objekteve, të desh me i legalizu dhe më dhënë shpejt e shpejt, kanë kaluar dhe ka jetu një objekt 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, ama erdhi tërmeti i vitit kalu, edhe rrëzoi krejt një qytet parafërsisht. Si ishte rasti i Hatajt, Antakis, po edhe dëmtoi shumë qytete tjera, si ishte rasti i Adanës, i Iskenderunit, i Gaziantepit, i Kahramanmaraşit, e shumë qyteteve tjera, domethënë, dhe qytetave aty përreth. Që domethënë, vendosja e kushteve teknike, inxhinierike për pranimin e një objektit janë në favor të banorëve në ato vende. Dhe duhet me insistu me i respektu. Se mos respektimi i një rregullit e pson, secili e pson. Për shembull, kushtet që janë në objektet ku ka banim kolektiv, kushtet e zjarfiksis, më për me fik zjarmin. Nuk respektohen këto kushte. Në korridore nuk vënohen për shembull ato spërkatëset, senzorat kundër tymit, kundër zjarit. Në podrume për shembull njëjtë nuk vënohen spërkatëset, nuk vënohen senzorat. Edhe ndodh një zjarr, edhe ti s'ki mekanizma për me fik zjarmin. Sikur kishin qenë të instaluar sistemet kundër zjarit, alarmet kundër zjarit, kundër tymit, spërkatëset, atëherë s'ki nevojë ti me ndërhyjnë, se sistemi vetë ndërhyn, edhe të qenë zjarmi i vogël, ai e nal. Edhe kush fiton për kësaj fitojnë gjithë. Andaj kjo porosi për secilin prej neve, që edhe kur e bën shtëpinë e vet,
Po edhe kur merret me biznes edhe bën ndërtime, ti ketë parasysh këto kushte se fundi i fundit po kemi investu diçka pare më shumë, për një objekt nështë kemi shtu një 50.000, 70.000 euro më tepër, ama kemi mbrojt jetën e njerëzve që nuk ka çmim. Po kemi mbrojt edhe vetë objektin. Se në momentin që dëmtohet një objekt për tërmetit, për vërshimit, për zjarmit, për çfarë do lloj, do thot krize, atëherë dami që i kam shkaktuar atij objekt ka më qenë shumë fish më i madh se sa ai investim i vogël që kërkohet prej teje në fillim. Andaj njëra prej kuptimeve të këtij ajeti për të qenë sigurt është që ka ndërtuar me rregulla, me kushte teknike inxhinierike që mos të rrëzohen ato objekte. Imam gjithashtu, domethënë në tefsirin e Taberiut edhe Kurtubiut, dikush ka thënë për ulemave, aminin e minel maut, sigurt nga vdekja. Edhe kjo është element domethënë që kanë menduar ata pa vdekshmëri, jetëgjatësi. Imam Ibn Kathiri ka thonë të bëj shtëpia ku s'do të ketë frikë e as nevojë për, domethënë për siguri, shtesë i kanë bërë maksimumin e sigurisë, po ajo që thot Imam Ibn Kathiri bel asharan, jo që kanë nevojë ata për këto masa të sigurisë të jashtëzakonshme, por nga arroganca, nga mendjemadhësia dhe nga kotësia. Edhe kjo ndodh, për shembull, ti e bën një shtëpi për këtë kushte që flasim na nuk bëhet fjalë, po ato bëjnë diçka që s'ka nevojë. Ama me tregu se është dikush i ka milionat, edhe bën një shtëpi me masa të sigurisë të jashtëzakonshme. Kurse Imam Bedaviu rahimullahu taala thot, të sigurt nga shembja e tyre, nga hyrja e hajnave, nga dëmtimi i armiqve, apo nga dënimi i Zotit. Pse kjo? Për shkak gafletjet e tyre të madh dhe mendimit të gabuar se këto shtëpi nga guri kanë me mbrojt nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo neve na tregon se jeto ku t'jetosh. Siç e përmend Allahu në Kur'an, "Walau kuntum fi burujin mushayyada la'adrakakumul maut." Edhe me kon në fortifikata, në kalajet e fortifikuara, edhe aty juve vdekja. Pse ti i bën të masat, i merr të masa dhe i plotson këto kushte teknike dhe teknologjike, kjo s'do të thotë që ti s'ke me vdekje. Çfarë dush pallati bën? Çfarë dush fortifikate bën? Vdekjes nuk mundesh me ikë. E as dënimit të Allahut nuk mundesh me ikë. Dhe pra shkak çdo njeriu më mirë i vjen, edhe ma let, edhe ma lirë, me qenë besimtar, e me i pas punë mirë me Allahun dhul xhelal. Sesa me e kundërshtu Allahun dhe vendimet e tija dhe me e tentu me rivalizu ose me e, domethënë, me i konkuru madhnisë të tij subhanahu wa taala. Se gjithsesi fundi i tij ka qenë shkatrimi dhe vdekja. Ne do ndalemi në këtë pjesë, që inshallah taala të vazhdojmë me ajete të tjera dhe sharimet e tyre në mësimin e ardhshëm, duke lutur Allahun të na jepë të bishëm dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, Allahu i madhëshëm na bashkoft me gjithë pejgamberët e Allahut dhul xhelal në xhenetul firdaus, në veçantë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.